Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Allahumme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Selami qoftë për mbi Muhammedin dhe familjen e Muhammedit. O Allah, mbushe zemrën time me dituri të kuptuar, dritë, durim dhe besim, më mëso dhe mos lejo të jemi pa ditur, më bëj që të mbaj në mend dhe mos të harroj. Amin. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Të nderuar miq, sot jemi në natën e dytë të muajit Ramazan dhe për juve kemi përgatitur një tematik shumë interesante e cila ka të bëjë me favoritet e muajit Ramazanit. Pra cilat janë të mirat e këtij muaji. Jemi në pjesën e parë të programit ton kulturor fetar dhe arsimor Ramazani në bashkon. Pjesa e parë ka të bëjë me një tematik të përzgjedhur për juve, ndërka që në pjesën e dytë mos u largoni na bashkangjiteni sepse pjesa e dytë do të ketë gjithashtu një orë e begatshme e leximit të Kuranit në gjuhën shqipe nga profesor doktor Feti Mehdiu dhe në pjesën e tretë do të vazhdojmë me adhurimet tona praktike, pra me faljen e namazit të kësaj nate, të cilin do ta falim së bashku dhe apo do ta shikojmë dhe do të kënaqemi me mirësitë Zoti që do t'i jep në për shtëpitë tona, në për trupin tuaj, familjet e juaja. Prandaj Ramazani është muaj i veçantë, prej 12 muajve të vitit. Dhe urojmë Zotit që ne të mbarsohemi me mirësitë e muajit Ramazan, sepse po na ndryshoj jeta në këtë muaj, do të na ndryshoj për 1 vjet, për 10 vjet, apo për një jetë të tërë. Për arsye se Zoti ka thënë, unë jam një koqir, unë jam i Zoti shtëpisë në çdo shtëpi tuaj, në çdo vend ku përmendet, ku adhurohet Zoti, më shumë se muajve tjerë. Prandaj ne në këtë muaj jemi mysafirët e Allahut të lartësuar dhe se me siguri Allahu mysafirët e vet në fund të muajit me rastin e faljes së namazit të Bajramit, ai do t'i vullos agjërimin, veprat e tona të mira, përkushtimet e tona që i kemi bërë për hir të Zotit, që të lartësohemi shpirtnisht dhe të jemi në zhvillimin ton personal më ndryshe, si dhe mendërisht dhe fizikisht, sepse Ramazani është muaj i shenjtë, muaj i bekuar, nuk krahasohet me asnjë muaj tjetër. Prandaj, po kalojmë tek tema jon, favoritet e muajit Ramazan. Mua më duhet i lexoj në mënyrë që mos të gaboj e ta lëshoj ndonjë fjalë e cila nuk e ka thënë profeti Muhammed, 12 imamët e pagabuar dhe njerëzit e mirë, profetët e Zotit. Është transmetuar se në muajin e Ramazan profeti Muhammed gjithmonë ka lëruar robër, pra robët e luftës, të burgosurit dhe njerëzit të cilët kanë qenë pra sklever të asaj kohe. Për fat të mirë, ne sot nuk kemi sklever, por në kohën para islamike ka pas sklav të cilët janë shitur. Prandaj, preferenca e profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, ka qenë se i është dhënë liria të burgosurve, sklevëve, robëve e të tjera.
Uroj që të burgosurit tanë ta kenë fatin që një ditë edhe ata s'paku t'i paksohen vuajtjet dënimet e tyre t'i paksohen me muaj apo me vite. Pse jo? Çdo gjë është e mundshme, por ne jemi ata të cilët duhet të bëjmë ndryshime. Nëse jemi musliman, pse jo? Si ka mund si vjetë qeveria Kurti të na zbukuroj sheshin e Prishtinës me ato drita të mrekullueshme, pse jo edhe nesër në Ramazanin e ardhshëm, ata të cilët janë të burgosur, ti paksohet, së paku 1 muaj, 2 muaj, t'ja minusojmë, sepse na jemi njerëz, gabojmë, e Zoti kur thot, kur unë fal, kush je ti që nuk fal? Prandaj, në një hadith tjetër thuhet, Allahu Gjeleshanuhu shpëton në iftar të çdo dite të muajit të Ramazanit me mira njerëz. Prandaj themi se bëhen ndryshime në muajin Ramazan, sepse vetë Zoti mëshirën e tij të madhe e lëshon mbi njerëzimin, dhe se me mira njerëz në këtë muaj shpëtojnë. Ndoshta ai e ka pasur të vdes këtë muaj me filon datën apo ditën e caktuar, por nëse njerëzit i përkushtohen këtij muajit Ramazan, ai thot hajde pjasgjas jetën, se ndoshta mos po pendohet robi im, e ndoshta mos po udhëzohet. Prandaj profeti na mëson se me mira, me miliona njerëz, Zoti i shpëton me mëshirën e tij nga ky muaj. Në netët e ditën e fundit të Ramazani, numri të shpëtuarve është aq sa ishte për të gjithë muajt tjerë. Do me thënë, Zoti e ka mëshirën e vetë dhe i shpëton njerëzit nga fatkeqësirat, nga humbjet e të tjera, mirë po në këtë muaj ai shpëton më shumë se muaj tjerë. Nipi i profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, Imam Sadik a.s. pra është gjenerata e 4 për profetit, stërnipi edhe është imam. Shikoni, kur themi imam, janë vetëm 12, nuk ka imam tjerë, na që i themi imam Hanefiu, imam filan, imam fisteki. Ata nuk janë imamat e familjes së profetit, ata nuk janë nipat stërnipat. Imam do me thënë udhëheqës, lider, shpirtëror. Prandaj mundet më kanë hoxh dikush, apo imami xhamatit, pra për namazin me fal. Mirë po kur themi ne, këtu në këtë rast, në ligjëratat e mia, imam, më njëherë dijeni se ka të bëj me imamët e 12 që kanë hoqën për ne, që neve të na bien Kuranin në duar mas 1400 vjetëve, kështu pra në këtë mënyrë si që është, pa i prekur asnjë shkron. Prandaj, Imam Gjafer Sadiku, nipi profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, thot kështu: mos jetë dita e jote në agjërim si që është dita e jote pa agjërim. Që do me thanë? Që do me thanë, kjo ditë ne duhet të kërkojmë edhe nga shefat e tonë, edhe nga familjarët e tonë, edhe nga udhëhecit e kompanive apo qeverit e tjera, ne duhet të kërkojmë që muaji Ramazan të mos jetë, dita e Ramazanit të mos jetë si ditë të tjera, së paku ne vetë në familjen tonë të bëjmë punë që nuk i kemi bënë në muaj tjerë. Dhe djem bërëm më pyeti një person, tha se je punoj në Gjermani dhe e kam punën e vështirë dhe nuk po mundëm me lehtësi me agjëru muajin e Ramazanit. Unë i thash që duhet të shkoj të kërkoj të ai bosi vetë, shefi, pronari vetë, që së paku t'ja paksoj orarin e punës. Madje edhe t'ja boj pa pagesë ato 2-3 orë,
në mënyrë që ai të jeti përkushtuar pak më shumë në muajin Ramazan. Në botën islame, muaji Ramazan ndryshon edhe sipas orarit, pra edhe sipas orarit punës. Për shembull, dyqanet të cilat hapen në muajin Ramazan gjatë ditës në ora 9, në muajin Ramazan hapen në ora 12, ose në ora 11, ose disa dyqane hapen ma herët për me mund me ble ushqime e tjera, disa ma vonë. Po kryesisht në botën islame, ku agjërimi shumë respektohet, bëhet edhe ndryshimi i ditës me natën. Madje deri në syfyr, rinia, familjarët dalin, shëtisin në qytet, kthehen në syfyr, e hajnë syfyrin dhe falin sabajin edhe vazhdojnë gjumin deri në 11 të ditës. Sepse edhe vetë Allahu ka thonë se veprat edhe gjumi i besimtarit është sikurse ibadet, adhurim, vepër adhurimi, por jo me flet 3 orë para iftarit, tanë kohën, tanë ditën me flet, po gjatë ditës nëse flem me pauza ose pas iftarit, ajo pra është vepër adhurimi, edhe frymarrja juaj është zikër, është përkujtim, sikurse kur bëjmë zikër Allahu Ekber, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah e tjera. Prandaj duhet të bëni ndryshime. Po ashtu Imam Gjafer Sadiku ka thënë, nëse gdhin me agjërim, atëherë të agjëroj veshi jot, syri jot, floku jot, lëkura jote dhe të gjitha pjesët e trupit. Pra nëse gdhin, nëse del në sabah, në mëngjes, i zgjuar, sepse mund të vdesim, atëherë të jeni të sigurt se edhe syri jote është duke agjëruar, edhe veshi, edhe floku, edhe të gjitha organet e trupit. Që do me thanë, nëse dëgjon muzik shfrenuese, nëse dëgjon fyerje, fjalë të ndyta, si që po e shihni njerëzit edhe shkruajnë me këto gishta, do më thonë, ata e tregojnë që nuk janë agjërues. Ata janë personat të cilët kanë devijuar nga fjala e Zotit, andaj mundohen që të tjerët t'i sulmojnë në muajin Ramazan. Por, kur neve na sulmon dikush, sidomos gjatë muajit Ramazan, ne duhet me i bo një gardë, aq të madhe, e ajo bëhet vetëm me një fjalë. Unë po agjëroj. Në momentin ti kur thua, në vend se mja kthy fjalën e keqe me të keqe, ti thush, unë po agjëroj. Dhe kjo është vula, është dëshmia te Zoti që në muajin Ramazan edhe veshi jot ka agjëru, edhe hunda jote ka agjëru, sepse edhe me hund mundemi me mimikat e tona me ofendu dikont. Në për shembull shkojnë namaz edhe ndoshta dikujve i ka ardhur një guksim, edhe i ka ardhur një aromë keqe nga goja, dhe ti me hundën tënde, me mimikat e toa, me ftyrën, me vetullat, me muskujt e ftyrës, ty nuk të kanë agjëruar, e ke lëndu dikon. Me gojën tënde, sa më pak me fol fjalë të pavlera, me sytë e tu, na sytë e tonë duhet i ruajmë prej si me thonë atyre gjysëm lakuriqeve në për televizion që dalin, sidomos femrave të cilat po thuaj se vetëm 20% e trupit të tyre mbulojnë. Prandaj ato janë mëkataret më të mëdhaja që mundën me qenë, që me trupin e tyre që ja ka falë trupin e bukur Allahu, ato dëshirojnë t'i mëkatosin të tjerët. Prandaj, ne si besimtar, ne si mysafir të Zotit në muajin Ramazan, sidomos ne duhet sa më shumë të largojmë shikimin, qoftë në rrugë, qoftë në shtëpi, qoftë në televizion, qoftë në shoqëri, qoftë në vendin e punës, normal na jetojmë me një liri, me një vend demokratik, ku liria e shfrenuar
madje nuk është e kritikuar, po ai që e kritikon lirinë e shfrenuar, ata të shfrenuarit i hypin kokë edhe e bëjnë që tjetër herë në pas kujdes hiç mos me ia dhon as kritikën konstruktive që një punëtore, një bashkëpunëtore jote duhet me respektu kodin e veshjes së punës. Prandaj të nderuar miq, çka mbetet për neve besimtarët? Normal që na e kemi shumë ma vështirë me mbajt besimin ton të pastër, me agjëru syri jon, veshi jon, trupi jon, dora jon, por sa më vështirë që kemi, aq më të shpërblyer tek Zoti do të jemi. Prandaj, kujdes me gojen, kujdes me veshin, kujdes me flokun tënd. Okej, është në rregull ti ndoshta që nuk e ke mbulesën, sepse mbulesa nuk të bën njeri, po tregon kush je. Mbulesa është simboli devotshmërisë, po këtë devotshmëri nuk mundet me arrit çdo kush në moshë të re, apo kërkohet kohë për me arrit devotshmërinë e pastaj me vu edhe shamin. Prandaj, kujdes me flokun tënd, nëse nuk e ke shamin, nuk do me thonë që ti me marë flokun tënd, me zvukuru, me ngjyros me ngjyra tërheqëse, me dhon pare për ato ngjyra, por kujdes me flokun tënd, veç mund ta krehesh, normal, mund t'i lidhësh flokët, të mos jesh e çoroditur dhe të jesh e rregullt dhe t'i kushton respekt fjalëve të profetit Muhammed, familjes tij, mbi të gjitha fjalëve të Allahut, sepse çdo gjë që e ka thënë profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij, atë e ka thënë illa wahyu yuha, me ato se çka i vjen prej Zotit. Gjithashtu, kur themi ka thënë Imam Xhafer Sadiku, që është nipi gjenerata e 4, imami i 6, ai ato që e ka thënë e ka konsumu prej babës vet. Kur themi një hadith që e ka thënë Imam Xhafer Sadiku, ajo do me thonë e ka thënë baba i tij Muhammed Bakir. Muhammed Bakiri e ka thënë baba i tij Zejnul Abidin, pastaj e ka thënë Imam Hasan Hyseni, baba i Zejnul Abidinit. Hyseni e ka dëgju për Imam Aliut, Imam Aliu e ka dëgju ndoshta prej gruas vet, Hazreti Fatime tu Zahra, selamullahi alejha, e Fatimja e ka dëgju prej babës saj, profetit Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi ta dhe familjen e tij. Prandaj, këto hadithe, këto thënie, këto veprime, këto rrëfime që vinë nga profeti Muhammed, familja e tij, vajza e tij dhe 12 imamët e pastërt nga mëkatet, të gjitha janë zinxhirin e kanë te burimi. E burimi është Kurani dhe ehli bejti, familja e pejgamberit, ku në kokë është, në krye është vet i dashuri i Allahut të lartësuar. Vazhdojmë. Keni kujdes, në këtë muaj duhet ju agjëroj edhe çdo organ i trupit, edhe krahu, nëse ke hec krah shkurt, nëse ke hec pak më i zbulume në Ramazan, edhe nëse nuk e ke shamin, po bëne veten që të agjëroj edhe floku jot, edhe gjokësi jot të jetë pak më i mbuluar, edhe trupi jot, mos i veshni ato teshat e ngjitura për trupi, po sa ma gjërë, sa ma gjatë, nuk është patjetër ju me vendos shamin pa u bind për dobit dhe vlerat që i ka shamia, që është mbrojtje absolute e një femre e cila jeton me një rreth të shthurur, ajo femër e cila e ka mbulesën, ose së paku e ka mbulesën e trupit si duhet, gjanë e gjatë, ajo është në një farë mënyre shamia jote. Prandaj, le të agjeroj edhe trupi jon, jo vetëm goja, sepse shumica prej nesh që agjerojmë
Ramazani jonë, agjerimi jonë është vetëm etje dhe uri, e nuk është i pranuar tek Zoti i lartësuar, apo e ka pranuar, po vlera e tij është shumë e ulët, shumë e zbehet. Vazhdojmë. Agjerimi nuk është vetëm prej pirjes dhe ushqimit. Nëse agjeron, ruajeni gjuhët tuaja prej gënjeshtrës, largoni të shikuarit prej haramit të Allahut, mos bëni urrëtie, mos bëni kontradikt, mos përgojoni, mos ofendoni, mos përdorni sharjet dhe fyerjet, mos bëni padrejtësi, mos u betoni në gënjeshtër e të thoni vallahi billahi, mos harroni dhikrin Allahut, estakfirullahe ve tubu ilejk, falem të kërkoj falje o Zotë dhe ty të drejtohem. Allah, 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 Allah. Subhanallah, 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 i lartësuar je, i lavdruar je o Allah. Allahu ekber, i madhi Allah, i madhi Allah. Elhamdulillah, elhamdulillah, faleminderi ty o Zot. Ky pra është, ta përkujtojmë Zotin për çdo mirësi që na ka dhënë, për çdo mirësi që e shijojmë, ky pra është falënderimi i Allahut. Dhe gjithashtu thot, mos ofendoni, mos shani dhe mos fyeni, mos bëni padrejtësi, mos u betoni me gënjeshtër, mos harroni dhikrin e Allahut, mos e harroni namazin. Ju të cilët faleni, një namaz që bëhet në ditën e muajit Ramazan, është i vlefshëm sa 70 namaze. Këtë ju kam treguar dje në ligjëratën e djeshme, ku është fjalimi i profetit Muhammed, hutbja, gjatë parahyrjes në muajin Ramazan. Prandaj, ju që nuk faleni namazin, merrni, bëni ndryshime, mos lejoni muaj Ramazan të jetë i njëjtë si muaj tjerë. Së paku, merrni, lexoni, filloni me leximin e Kuranit në gjuhën shqipe. 30 pjesë janë të Kuranit, një pjesë i ka 10 fletë. 10 fletë brenda 24 orëve, nuk jenë gjendje me lexu, e lexon romanet e lloj pa besimtarve, të krishterëve, muslimanëve, ku ta diun që i shprehin ato imagjinatat e tyre, që ndoshta edhe nuk kanë ku ta diun sa mesazhe udhërhyese. Ju që nuk e keni lexuar Kuranin, e lexoni romane tjera, përveç librave që i keni obligative shkollore, të jeni të sigurt se keni me dhënë përgjegjësi të madhe të Allahu. Merre lexoje në gjuhën shqipe. Kurani në gjuhën arabe ta lartëson shpirtin, mjafton ta ndëgjon. Ndërka që Kurani në gjuhën amtare, në gjuhën e nënës tënde, ta ndriçon zemrën, ta ndriçon trurin, ta jep mbarësi në jetën tënde. Ku e hap Kuranin, në cilën pjesë të botës që e hap Kurani që e hap, ti në aty e ki një shenjë, se Zoti po të përkujton ty. Çdo kush që është udhëzuar nga devianca, nga të devijuarit, sidomos ata të cilët kurrë s'kan pas kontakt me Kuranin, në momentin kur e kanë lexu, çdo kush udhëzohet me një verset kuranor. Drita e Zotit kur hyn në zemrën e robit, atëherë shkëlqen fytyra e tij, shkëlqen puna e tij. Prandaj gjejeni veten në një verset të Kuranit, lexoni Kuranin dhe nënvizoni versetet që po ju lëjnë më shumë përshtypje. Ndoshta herën e parë kur e lexoni keni me thënë çka është kjo histori e pa kuptueshme e tjera, por ja që herën e dytë kur do ta lexoni, tretën, katërtën, keni me thënë është e mundshme, unë këtë se kam lexu, a ju e keni lexu, por zemra juaj ju ka pastru, truri juaj ju është ndriçu. Okej, vazhdojmë tutje.
Gjatë muajit Ramazan, thot, mos flisni shumë, bëni durim dhe vetëm tregohuni të vërtet çfarë jeni. Sepse shikoni, kur falim namaz, ne mund ta falim namazin edhe të shkojmë xhami deri në 40 vjet, kemi vënë lloj marina e tash dojmë me u tregu edhe bile në xhami, bile ka disa tjerë falen në rrugë. Në rrugë nuk është e lejuar, as me këpuca nuk është e lejuar, me marrë një mysafir në shtëpinë time, që është prona ime, ai do të me kërku leje, a bën me falë namazin. E lene mo që falin njerëzit në rrugë. Jo, po nuk ka vend në për xhamia, nuk është e vërtet, sepse vetëm në Prishtinë ka një xhami e cila mbushet plot me njerëz, edhe në borë, madje edhe në rrugë. Po nuk është që nuk ka xhamia, ka xhamia tjera përreth, ndoshta janë të zbrasta, por ja që njerëzit shkojnë me një xhami, ose për të treguar se kush jemi na, ai është namazi i hipokritit, ose shkojnë me një xhami sepse ndoshta një hoxh aty tregon ligjëratën e mirë, por sot na jemi përgjegjës para Zotit, nëse ne bëjmë disa punë për sy e faqe, që të tregojmë botës se shko, na s'kemi vende, sa jemi na me numër e tjera, ose ka raste mu vetëm ka ndodhë aty te Baholt, është një xhami shumë e vogël, në si shtëpi, edhe isha me vetur, normal ka qenë koha e xumas, po për gratë nuk është obligative, edhe njerëzit ka që nuk e falin xuman, edhe mbesoni 10 vetura jemi detyru me u kthy mbrapsht, ndoshta ka pas dikush një takim, ndoshta ka pas dikush një urgjencë, edhe në midis rrugës kanë dalë edhe kanë falë te Baholt, pra te xhamia kanë falë namaz. Kjo nuk është e preferueshme në Islam, duhet me marrë leje prej pronarit të atij vendi, e ajo është pronari, është normal shteti, dhe shteti duhet këto gjana me i rregullu edhe me i vendos disa rregulla, plus ato ma e keqja kur me këpuca falin namazin. Sipas mezhebit Hanefi që kam mësuar unë në medrese, kur hyn në namaz nuk guxon me qenë as edhe një pjesë e çarapit e përlyer. Kështu që me ato këpuca me shku në WC, me shkel ndoshta urinën e macës e qenit në për rrugë, apo diçka tjetër, edhe me hy namaz, nuk e di. Po janë këto medhhebet e reja, por Ehli Bejti kurse si nuk e planon. Këpucat duhet mu largu prej kamës, sepse pak me qenë e përlyt, nuk e ki namazin e kompletuar. Vazhdem. Gjithashtu duhet të jemi të vendosur, të jemi të përkushtuar dhe të mësojmë, të lexojmë gjatë muajit Ramazan lidhur me ahiretin dhe pritjen e Imam Mehdiut a.s. Imam Mehdiu, sipas rivajeve, sipas rrëfimeve, sipas mësimeve të profetit Muhammed, pra Imam Mehdiu është stërnipi i 12 i profetit dhe ai është përndryshe edhe shpëtimtari i kohës, për të cilin profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë, dhe do të vijë një kohë kur në botë do të paraqitet shumë gjakderdhje, shumë diskriminime, shumë abuzime të fëmijëve, të rriturve, do të ketë shumë përçarje, shumë luftra, shumë padrejtësi, shumë korrupcion. Atëherë thotë do të vije shpëtimtari kohës me emrin të ngjajshëm, citimin Muhammed al-Mahdi, që do me thonë deri tash krejt parashikimet që i ka bërë profeti Muhammed, deri tash të gjitha janë realizu. Prandaj Imam Mehdiu alayhis salam, paqja e Zotit qoftë mbi ta, ai do të paraqitet në muajin Ramazan, në 10 ditët në mesin e Ramazanit, dhe do të dëgjohet një zë në tërë botën, do të dëgjohet se Imam Mehdiu erdhi shpëtimtari i kohës. Prandaj na duhet, e kemi në kanalin tim në YouTube,
YouTube e kemi lutjen e Imam Mehdiu që duhet të lexohet gjatë muajit Ramazan, por unë edhe këtë lutje do ta vendos, do t'ju njoftoj në Facebook, pra do ta vendos ilahien, veç pak ju lutem, një shënim ta marr, mos të harroj, pra ilahien Hej Mubarek Ramazan, dhe lutjen duaja AHD. Pra kjo është duaja Imam Mehdiut, e cila është e përkthyer në gjuhën shqipe, këndohet 15 minuta, e lexoni atë përkthimin që kam bërë unë nga anglishtja, dhe lexohet në gjuhën arabe, por ju e lexoni në gjuhën shqipe, gjendet në kanalin tim në YouTube Iqbal Huduti. Por për këto informata ma lehtë mund ta gjeni në Facebookun tim Iqbale Berisha Huduti. Pra, aty i keni të gjitha këto informata të cilat unë i mora si shënime dhe nesër, pasaj ligjërate, do ta vendosim aty. Pra, gjatë muajit Ramazan duhet të inspirohemi pak të lexojmë personalitetet në historinë islame, e ajo është Imam Mehdiu. Imam Mehdiu nuk do të paraqitet në Ramazan, po vetëm do të vije një za i cili do të regoj unë erdha, wa ajil ferejahum, ja Imam Mehdi a.s. Ndërka që në muajin e Haxhit, pra disa muaj pas, kur atër do të ketë me miliona njerëz, ai do të paraqitet para Qabes, dhe aty me paraqitjen e Imam Mehdiut do të tubohen njerëzit, do të tubohen priftërinjet dhe hoxhallarët, do t'i thras Imam Mehdiu së bashku me Jezu Krishtin, Isën a.s. Paqja qoftë mbi ta dhe nënën Mari, të cilët janë shpëtimtarët e kohës. Isa a.s. do t'i tuboj të priftërinjet të cilët i kanë orientuar, i kanë larguar njerëzit ose nga mosdia ose nga frika, dhe do të thot njerëzve, priftërinjeve, pse më keni quajtur, pse më keni bërë djali Zotit kur unë isha vetëm i dërguar i tij. Dhe normal që atëherë do të vijë Imam Mehdiu dhe të gjitha këto të pavërteta në fe do t'i largoj. Po atëherë çfarë pune do të ketë Imam Mehdiu? Imam Mehdiu do të ketë punë me prijesit, me hoxhallarët e çdo shteti në botë, ata të cilët kanë pasur emër dhe nuk e kanë treguar të vërtetën, madje ata të cilët kanë pasur emër, emër famë dhe e kanë ditur të vërtetën, por nuk e kanë folë të vërtetën sepse janë friguar se gënjeshtrat e tyre do të bien për toke, sepse e kanë bërë fenë islame pronë të tyre dhe e kanë devijuar në një farë mënyre duke i mos treguar të vërtetat, ose nga inatet, ose nga frika, se mos po e humb pozitën e vendit ku punon në përxhamia, sepse normal tash Imam Llëku është bërë si profesion. Na falim namazin pa pare në përshpia mas hoxhës, ndërka që profesion s'ka qenë kur Hoxha Llëku, edhe kështu pra ata do të pyet Imam Mehdiu, të gjithë ata hoxhallar që janë udhëhec që kanë qenë me famë, edhe do t'i thot, pse ma keni devijuar fenë e gjyshit tim Muhammed? Pra, shihet një devijancë e madhe në fenë islame. Falë Zotit që i kemi Kuranin dhe që i kemi mësimet e Ehli Bejtit, të cilat e kanë tregu të vërtetën, e kanë ruajtur Kuranin, e kanë ruajtur hadithin nga profeti Muhammed përmes familjes së tij, përmes vajzës së tij, përmes Imam Aliut, imamëve të 12, e kanë ruajtur me shpirt e me gjak, me trup e me sakrificë të madhe. Prandaj falë Zotit që e kemi atë burimin e pastër, Kitabullah wa itratu ahlul bejt, dhe e kemi quar në vend amanetin e profetit. Ky hadith, i cili është 99% i përmendur në të gjitha referencat sunite
të shkollës sunite, Hanefi, Maliki, Shafi, Hambeli, të këtyre mezhebeve, të cilat as që kanë ekzistuar në kohën e profetit, por janë shpikur këto mezhebe, janë krijuar, janë formuar 200 vjet pas profetit. Prandaj ky hadith, i cili është vula, është fundi, është testamenti i profetit Muhammed, kur i thot popullit të vet, shokëve të vet, thot po ju la 2 gjëra shumë të rëndësishme, nëse dëshironi të jeni të shpëtuar, pasoni ato 2 gjëra. Ajo është Kitabullah wa itratu ahlul bejt, pra libri i Zotit dhe familja ehli bejti im, pra familja e profetit. Vetëm në një burim thuhet po ju la Kitabullah dhe sunneti, pra dhe traditën, sunetin e pejgamberit. Vetëm në një libër shkruan, vetëm një referencë, ndërkaq këto po ju la librin e Zotit dhe ehli bejtin, 99% i referencave është, mirë po ja që ata të cilët nuk dëshirojnë ta pranojnë ehli bejtin si një amanet i profetit, amanet i Zotit, për shkaq se historia i ka shkel, i ka masakruar, i ka Çerbela, i ka zbeh ndikimin e tyre dhe friga se mos po del në sheshe vërteta që e thotë ehli bejti, kështu që i kanë pasu hadithet e daif të dobta e tjera e tjera. Prandaj të nderuar miq, ne erdhëm nga fundi kësaj ligjërate, cilat janë ato favoritet të cilat duhet t'i shfrytëzojmë ne si besimtar në muajin e Ramazanit. Në ndër të to ishte edhe pra ta përkujtojmë, ta mësojmë Imam Mehdi. Kush është Imam Mehdi? Who is Imam Mehdi? Edhe pse muslimanët ne kemi shumë sekte, prej tyre 2 ndarje më të mëdha, Sunni dhe Shia, që Sunni janë 70%, Shia janë 30%, mirë po këto janë 2 doktrina të cilat janë dietarë të mëdhenj, edhe nga sunitët, edhe nga shiitët, të cilët janë orientim për neve si me arte ke vërteta e Kuranit dhe ehli bejtit, sepse ehli bejti është edhe i shiive, edhe i sunive, ndërka që ne që jemi besimtar, ordinar, të thjesht, që i besojmë Allahut, që është Zoti një, i besojmë Muhammedit, që është profeti, dërguar i tij, neve na mjafton të dashur miq, të jemi musliman, ta pasojmë ehli bejtin, respekt për ehli sunetin, për sunitët, respekt për shiat, mirë po ehli bejti është i paprekur, o të sunitët, o të shiitët, edhe pse tek librat sunite të vërtetat e ehli bejtit ekzistojnë, po ekzistojnë edhe kamuflimet që i kanë kamuflu, i kanë mbulu disa të vërteta, mirë po historia pas profetit Muhammed është helmi i muslimanëve e cila histori ka bo gërdi, vetëm në luftën e Sifinit, Muaviu me Aliun, 70.000 musliman janë mbyt, 45.000 nga ana e Muaviut, babai i Jezidit, laneti qoftë, mallkimi i Zotit qoftë mbi to, i cili e ka mbyt familjen e profetit. Pra Muaviu, djali i Sufjanit, i Hinda, që ja ka hongër zemrën e Axhës profetit, e ka mbyt në luftë në betej, ja ka shpërthuj gjoksin dhe ja ka nxerr zemrën e Hamzait. Prandaj, në këtë luftë, vetëm në luftën e Sifinit, që janë mbyt 70.000 musliman, 45.000 janë konë prej Muaviut, djalit të Sufjanit, Hindës, babës e Jezidit, ata 45.000 kanë vdek, a 25.000
nga ana Imam Aliut, të cilët kanë pas qëllimin vetëm ta mbrojnë Kuranin, sepse i vetmi është Imam Aliu, imam përjes mas profetit Muhammed, 25.000 kanë ra shahid. Shikoni, historia islame është e hidhur mas profetit Muhammed, është helm për neve muslimanët. Prandaj, nëse e lexoni historinë, mos e justifikoni krimet e njerëzve që kanë bë krime, qoftë ai edhe djali i profetit, qoftë edhe vajza e profetit, mos e justifiko krimin, sepse je me kriminelin. Prandaj, sepse ti ki mu përgjegj për krimet që ti vetëm e ke justifiku Jezidin, e ke justifiku një shok të pejgamberit, edhe pse shok të pejgamberit janë për lavdat, po jo të gjithë o njerëz. Prandaj, mos justifikoni krimet, veprat e tyre të këqija, por edhe s'kemi nevojë me i mallku, sepse mallkimi është vetëm nga Zoti. Zoti thot, la'natullahi ala dhalimin. Mallkimi i Zotit qoftë për mbi zullumçarët. Prandaj të nderuar miq, historia është helmi i muslimanëve. Por, ku është ilaçi i kësaj historie? Ku është ilaçi, mehlemi i kësaj plage të madhe, e cila u kriju pas profetit Muhammed, 200 vjet pas profetit, duke e pas na Imam Gjafer Sadikun, nipin gjeneratën e 4 të profetit, duke e pas gjallë para nesh, duke e pas babën e Imam Gjafer Sadikut, i cili ka qenë Muhammed Bakir, i cili ka vu themelet e shkollës islame, duke qenë ata qohën muslimant me urdhënin e mbretërve të asaj kohe, khalifeve të asaj kohe, krijojnë shkolla të mendimit. Po ja ku e keni temelin, burimin, esencën e fesë është Imam Gjafer Sadiku, 200 vjet pas asaj krijojnë mezhebin Hanefi, Maliki, Shafii, Hanbeli. Ndërkaq baza, temeli, kënaqësia, burimi i islamit ende vazhdoi, edhe pse të tjerët krijuan shkolla të mendimit. Prandaj të dashur miq, ne duhet që në Ramazan, dhe po e përfundojmë, pra duhet që në Ramazan ta ngrisim vetëdijen tonë, sepse truri jon, mendja jon ka 2 komponenta. E para është vetëdija dhe e dyta është nëndija. Në realitet, nëndija është e para, pastaj vetëdija. Kur lindë fëmia, ai lindet me fetratin, me natyrshmërinë, me nëndijen e tij, e cila duhet të kaloj të bëhet çdo ditë më shumë e vetëdijshme. Sepse fëmiu kur lind, ai nuk e din që nëse e fut gishtin në çajin e nxehtë, në ujin e nxehtë do të përvlohet. Prandaj, nëse ai një herë teston këtë mënyrë, tjetër herë ai bëhet i vetëdijshëm që çaji është diçka që ta djeg gishtin. Prandaj, sipas psikologjisë, thuhet se shumica e njerëzve vetëdijen e kanë të zhvilluar 15%, ndërkaq nëndija është 85%. Nëndija është mendja emocionale, ndërkaq vetëdija është mendja analitike. Ne e analizojmë situatën, jemi të vetëdijshëm, kemi kry fakultet, kemi kry shkollë, ose kemi pas një biznes të babës, të prindrit tonë, dhe tani ne hecim me kohën, duhet që vetëdia jonë, jo vetëm të themi unë jam i vetëdijshëm, edhe në këtë biznes kam me fitu. Jo, ti vetëdijen tënde duhet ta rrisësh, ta forcosh me nëndijen tënde të fjetur,
dhe të analizosh, pra mendja analitike në bie deri te suksesi, ndërka që nëndia apo fetrati, natyrshmëria, e cila te shumica njerëzve është 80%, 85%, hiç nuk e kanë përdorur në jetën e vet, sepse s'kan ditë se emocionet e tyre me i zhvillu dhe me i fut në vetëdije, por edhe me i fut në suksese. Prandaj të dashur miq, ju që dëshironi të shijoni Ramazanin, ju dëshiroj që ta vizitoni faqet e mia në përjete sociale, të i merrni këto mësime. Unë shpresoj të kem sevap nga Zoti, sepse vetëdia juaj, nëndia juaj duhet të kaloj në veprim. Nëse nuk kalon në veprim gjatë muajit Ramazan, nuk di si keni me kaluar jetën e juaj si zvaranik. Ha, pi, flej, shumëzohu dhe ka që ka jeta juaj. Por ju duhet të jeni prindër shembull të fëmijëve tuaj. Prindri është i kënaqur kur e sheh fëmijën që është zhvilluar më shumë se sa ai. Prandaj, në ndijen ton, mendjen ton emocionale e zmadhojmë, e ndriçojmë duke mësuar, duke lexuar, duke analizuar. Prandaj Zoti kur e pyet profetin Adem a.s. a dëshiron së pari të ta falë intelektin, mendjen e shëndosh, pra intelektin dijen, apo të ta mësoj fen, pra ta jap fen. Ademi a.s. tha, unë dëshiroj ta kem së pari si dhurat prej teje, o Allah, intelektin. Pra shikoni, intelekti është para fes, të Ademi a.s. Sepse njerëzit përmes dijeve, përmes mendimeve, përmes ikra bismi rabbike alladhi khalaq, ata krijojnë, arrin në ndijen e tyre ta zgjojnë nga gjumi, ta qesin në vetëdije dhe të vazhdojnë një jetë më të lumtur, më të mirë, më të begatshme, më të shëndetshme, moralisht, psikikisht, mendërisht dhe fizikisht. Me kaq pra të nderuar miq, e përfunduam këtë mësim nga fusha e fesë islame, nga mësimet islame, favoritet e muajit Ramazan, dhe besoj se keni mbetur të kënaqur, por mos harroni, bëni share, bëni like, bëni follow, bëjeni edhe ju diçka që kjo nga mendja juaj emocionale, e cila po pastrohet, e cila po forcohet. Këto emocionet e juja që po i merrni këtu, vendosni në veprim. Shkoni në kanalin tim, bëni subscribe, në Facebook Iqbal Berisha Hudoti, bëni follow, like, në TikTokun e ri Iqbal Official, dhe falenderoni Zotin që sot jeni ju të zgjedhur ta dëgjoni këtë ligjërat, sepse me të vërtet ligjëratat, mësimet islame janë basuria më e madhe, nuk të duhet asgjë. E pastaj herëve tjera do të flasim për mendimet negative, të cilët në ndijen tonë në bëjnë të hudhët në humner. E çka duhet të bëjmë? Do t'ju kallëzoj herën e ardhshme. Me kaq pa të nderuar miq, Esselamu alaikum, paqja e Zotit qoftë mbi ju, shihemi radhë tjera nesër në mbrëmje, në të njëjtën kohë, nga ora 9:21 deri në orën 1 të mesnatës. Esselamu alaikum.